Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking, duke ju uruar një javë sa më të mbar. Ju kujtoj se do të jemi bashkë për 3 orët në vazhdim për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet gjitha zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do ta nisim me Italinë. Do të shkojmë atje na pret avokatja e njohur Anila Halili. Anila, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do ta nisim me një lajm të trisht. Një 51 vjeçar ka ekzekutuar bashkëshorten e tij dhe më pas e ka groposur pranë oborrit të punës së tij. Ka ndodhur në një zonë pranë Romës. Po, në fakt ngjarja është e tmerrshme sepse zonja është deklaruar e zhdukur në datën 9 janar të këtij viti. Dhe më pas kanë filluar direkt hetimet. Pra burri, bashkëshorti i saj, është zbuluar në ditën e djeshme, pra që pasi e ka vrarë, e ka varrosur në baçen e shtëpisë, mund ta quajmë, po dhe njëjta baçe ku kishte edhe aktivitetin e punës. Kjo është pra gjendur në ditën e djeshme sepse janë bërë disa zbulime nga karabinierët mbi domethënë tokën dhe ka dalë në sipërfaqen e parë pra dora e zonjës. Më pas kanë vazhduar domethënë të nxjerrin komplet trupin e saj, është bërë identifikimi i parë nga familjarët dhe fatkeqësisht kanë konfirmuar që është pra vajzë e tyre dhe tani normalisht do kryhet autopsia. Në fakt të gjitha këto elemente ishin akuza shumë të rënda ndaj burrit të saj që dyshohej nga prokuroria që mund ta kishte vrarë për faktin se kanë qenë 2 dëshmitar të ndryshëm, i cili i pari ka deklaruar që pasi është deklaruar zhdukja e gruas, ai ka bërë një pastrim të thellë të furgonit të tij dhe mbi të gjitha nga policia janë gjendur pra ngjolla gjaku jo vetëm në rrobat e zotrisë, rrobat e punës, po si ashtu dhe në banesë, por edhe në furgonin e tij pra mjetin e punës. Të gjitha këto janë në fakt elemente shokuese, sepse dita ditës kemi pra lajme të tilla dhe në këto raste pra është verifikuar që zotria pra ka vrarë gruan e tij dhe mbi të gjitha fakti që është vërtet alarmues dhe mbi të gjitha dhe nga ana ligjore, sepse zotria tashmë është shoqëruar ka qenë këto ditë në ditët e mund ta quajmë të dyshimeve, ka qenë i lirë dhe ka qenë në vështim. Por në momentin e djeshëm pra që është konfirmuar dhe efektivisht janë të gjitha elementet deri më sot që ai është fajtori, është shoqëruar pra në burg, në një mas para burgimi. Do zhvillohet një proces, por fakti është normal, siç po thoya në fillim, vetëm nga ana ligjore është tepër i rëndë sepse kemi vrasje me dashje, vrasje me paramendim ndoshta, por edhe fshehjen e kufomës dhe mbi të gjitha vrasje që kanë ndodhur në ambientin familjar, pra kundrejt gruas tij. Kemi elemente të tjera, fakti është që do zhvillohet një seancë gjyqësore. 2 persona, burrë e grua, ishin në një proces ndarje dhe domethënë do ishte seanca ku do dhe zgjidhej dhe gjykatësi do vendoste gjykatësi civil, kush do ishte domethënë fëmijët kujt do t'i jepnin në ngarkim afidamento. Mund të ketë një çështje në aspekt. Gjithsesi kemi të bëjmë me një krim makabër që ka tronditur edhe një herë tjetër Italien. Patjetër dhe këto raste më vjen keq gjithmonë që i analizojmë, po shtohen dita ditës dhe mbi të gjitha që kryhen në ambientin familjar. Kjo është diçka që nuk tolerohet, është diçka që normalisht na shokon dhe shpresoj që vërtet kemi diçka, të jetë një sado që ligji është mjaft, domethënë në Itali kemi rrethana që është këtu po flasim ndoshta që zotëria do arrijë në një burgim të përjetshëm, por rasti konkret është që persona të ndryshëm po humbin jetën dhe sado që mund kemi një ndëshkim nga ana penale, problemi është se po verifikohet gjithmonë më shumë. Dhe duke qenë se po diskutojmë për ngjarjet e jetë të rënda, tragjedia e Krahas Spontanës është një nga më të rëndat e këtij fillim viti. Unë do doja të dija në ç'pikë janë hetimet, kanë dalë detaje të reja, duke qenë se tashmë është arrestuar pronari i lokalit ku ndodhi tragjedia. Në fakt po, është bërë një arrestim këtu një mas para burgimi, sepse dhe këtu kemi vërtet shumë elemente që kanë pranë prokurorisë ku po zhvillohet, domethënë ku po zhvillohen hetimet, kanë dalë elemente normalisht që arrin që mund të ketë fajsi pra si ashtu edhe pronari i lokalit nga shumë, domethënë mund ta quajmë nga shumë aspekte ligjore. Elemente tjera në fakt është një pikë pyetje që na lë me dyshim deri më sot, është fakti se komuna përkatëse pra ku ndodhet lokali, disa orë më përpara se të ndodhej fatkeqësia
Turqia ka, nëse zgaboj, ka publikuar një marrëveshje e cila nuk ka asnjë lloj përgjegjësie në rastin kundrejt domethënë të lokaleve në mbikëqyrjen apo dhe në përgjegjësi të tjera. Kjo është në fakt na lë pak të dyshojmë, ndoshta nga aspekti ligjor kjo rregullorja mund të ketë qenë e përgatitur pasi ndodhi ngjarja për të evituar që komuna mos të jetë e detyruar për dëm shpërblime ekonomike ndaj familjarëve pra që kanë humbur, domethënë të rinjve që kanë humbur jetën, ose ndoshta është një manovër tjetër, nuk e dim, po kjo është një element në fakt që është në shqyrtim edhe është në vëmendjen e prokurorisë, sepse normalisht na bën që të dyshon që pikërisht kjo përgjegjësia e komunës nga një moment në një moment tjetër pikërisht disa orë pas ngjarjes është publikuar dhe është miratuar. Pra kjo po mund ta quajmë ka vënë në dyshim prokuroria. E ka thelluar më tej skandalin. Po vazhdon. Patjetër dhe po vazhdon. Për sa i përket normalisht elementeve të tjera, do shohim sepse procesi do jetë vërtet një proces tepër i rëndësishëm dhe nga ana mediatike dhe nga ana elementeve do po zhvillohen gjithmonë dita ditës dhe po dalin gjithmonë elemente të reja që po shqyrtojnë çështjen. Dhe do të kalojmë tek një tjetër rast që ka bërë një honte jashtëzakonshme prej më shumë se një viti, e kam fjalën për influenceren e njohur Kiara Ferranjin, e cila është ndarë tashmë me ish-bashkëshortin Fedes, por nuk ka munguar, le të themi, kritikat ndaj tij në reagimin pasi Kiara Ferranji u shpall e pafajshme për skandalin e Pandorës në Itali. Në fakt që është një çështje që ka qenë dhe kjo në vëmendjen e të gjithë italianëve dhe jo besoj vetëm italianëve por dhe shumë shteteve të tjera, fakti që Kiara Ferranji pasi është shpallur pra e pafajshme në rastin që pra zhvilloi një proces penal, një gjykim i shkurtuar mund të themi në këtë raste, e cila domethënë nuk ka marrë asnjë lloj forme dënimi dhe ka deklaruar pasi domethënë është shpallur sentenca, vendimi që nuk ka pasur mbrojtjen pra të ish burrit saj që është Fedec pra që tashmë janë ndarë dhe është mund ta quajmë një ankesë nga ana e saj. Ndërsa nga ana ligjore faktet tjera janë të rëndësishme sepse edhe këtu kemi disa në fakt debate nga ana e komenteve dhe nga ana e vërtet nëse Kiara Ferranji pra është shpallur e pafajshme sepse efektivisht nuk ka qenë se këtu bëhesh fjalë një në dijenin të këtij mashtrimi. Ka qenë një mashtrim dhe mbi të gjitha ka qenë një përfitim ekonomik tepër i rëndësishëm. Gjykata në këto momente e ka deklaruar domethënë meritim me gjyqin e shkurtuar për faktin që pra nuk është fajtore dhe kemi disa boshllëqe mund ta quajmë ligjore për faktin se duke qenë se mashtrimi pra nuk është deklaruar i rënduar, vjen elementi që pra nuk ka qenë një denoncim, një kallëzim penal dhe nuk mund të vazhdohej me një proces dhe me një dënim. Pra efektivisht nuk është se kemi një pafajësi të plotë nga ana ligjore, normalisht nuk ka asnjë lloj dënimi, por nga ana mund ta quajmë mediatike apo nga ka marrë vijoni e hona pra. Sikur është një shpallje dhe një dënim nga ana e popullit dhe jo nga ana e gjykatës në fakt. Normalisht ajo është shumë e lumtur sepse nuk ka një dënim mbi shpatulla, e vetmi dënim mund ta quajmë nga ana civil që pra Kiara Ferranji ka qenë dëshkuar është një sankcion ekonomik që ka paguar pra një shifër monetare për sa i përket publicitetit që ishte i mashtrues, i publicitet i rrem. Dhe këtu domethënë ka paguar një shifër tepër të rëndësishme, por nga ana penale pra doli kësaj. Dhe do të kalojmë tek politika. Duket se për herë të parë ka një ngërç në marrëdhënien e Giorgia Melonit, kryeministres italiane, me Donald Trump, presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe duket se mos sherri është kthyer pikërisht Groenlanda dhe kërcënimi i Trump se do të rrisë tarifat nëse nuk mbështetet për sa i përket çështjes së Groenlandës. Për herë të parë është shprehur Meloni me nota kritike duke i cilësuar këto tarifa tejet të larta. Po, këtu në fakt është pra Donald Trump ka bërë një deklaratë i cili ka thënë që do bëhet një rritje e taksave doganore tek 10% për faktin se disa trupa ushtarake janë nisur pra në Groenland për të bërë një stërvitje ushtarake. Edhe kjo rritje do jetë domethënë kundrejt shteteve që pra kanë nisur këto trupat kundrejt shteteve europiane. Giorgia Meloni në fakt atëherë pra presidenti në radhë parë i Francës Macron ka deklaruar që kjo absolutisht nuk është e tolerueshme dhe Giorgia Meloni nga ana e saj ka deklaruar që ky është vërtet një gabim sepse do ketë dy pasojë vërtet shumë të rëndësishme.
rëndësishme. Në radhë parë, normalisht është një kërcënim dhe nuk është e drejtë. E dyta, ose mbi të gjitha elementet të tjera është fakti se nëse rritet kjo përqindja deri në 10% të këtyre produkteve që do importohen, territori italian është një ndër territoret më të parë, i pari ndoshta që quajmë, që pra eksporton në të gjithë botën produkte ekselente që vetëm Italia prodhon. Dhe jo vetëm në të gjitha shtetet, por gjithashtu edhe në Shtetet e Bashkuara pra në Amerikë. Problemi është se nëse rritet pra kjo aplikohet kjo 10%, do kemi dy pasoja të tjera. Është një kosto shumë e madhe. Pasoja e parë po është se Italia normalisht do ketë një rënje të eksportimeve të produkteve, pra normalisht një dëm tepër të rëndësishëm. Por i dyti, Giorgia Meloni shpreh që është që konsumatorët pra të shteteve pra amerikane do të penalizohen. Nuk do kenë të gjitha të mundësinë, patjetër, nuk do kenë të gjithë mundësinë që të blejnë këto produkte, çmimi do rritet, pra do jetë një seleksion i personave që vetëm kanë gjendje ekonomike për t'i blerë dhe disa të tjerë nuk do arrijnë pra t'i konsumojnë. Këto janë dy elementet pra që Giorgia Meloni ka nënvizuar edhe ka deklaruar që do vazhdoj, do mbrojë këtë betejën edhe mbi të gjitha shpreson që mos të arrihet të jetë një luftë civile pak a shumë e quan që të zgjidhet normalisht në një marrëveshje. Pra kjo e gjithë kjo situatë dhe ky kërcënim i Donald Trump duket se po e çon kontinentin evropian në një kaos të vërtet, përderisa është artikuluar edhe tok fjalë si luftë civile, por nga ana tjetër, duke qenë se takimi në Tokyo i Giorgia Melonit konsiderohet tejet i rëndësishëm, ajo sërish ka përmendur Groenlandën, duke thënë që ne nuk e përjashtojmë mundësinë e dërgimit të trupave atje. Po, ka deklaruar në fakt që është një e drejtë e që të mbrohet domethënë një shtet si Groenlanda për faktin se misioni pra i shumë shteteve dhe misioni i çdo shtet mund të jetë ai pra që të mbrojë një territor, një shtet nga lufta. Pra ajo nuk e mohon domethënë disponibilitetin e saj në bashkëpunim dhe në mbrojtjen e këtij principi që është normalisht i rëndësishëm dhe tani të shohim domethënë se si do zhvillohen reagimi. Është parashikuar, nuk është konfirmuar në data një mbledhje datën 22 janar, të shohim pra çfarë do miratojë dhe çfarë do vendoset në këtë rast në zgjidhje të kësaj, ta quajmë betejë është fjalë e madhe, por mund ta quajmë dinamike ashpër midis dy palëve. Avokate, të falenderoj shumë për kohën dhe për të gjitha detajet që ndave me ne në këtë mëngjes, të uroj një javë sa më të mbarë. Faleminderit juve, ditën e mirë. Dhe nga Italia do të shkojmë në Greqi, atje na pret kolegu Edmond Guri. Edmond, mirëmëngjes. Mirëmëngjes nga Athina. Do ta nisim me një lajm të trisht dhe për fat të keq protagonist është sërish një qytetar shqiptar, një shtetas shqiptar, i cili ka qelluar bashkëshortin e ish të dashurës, e më pas ka deklaruar se u trëmba shumë dhe mendova se do të më sulmonte, ndaj e kam qelluar. Si është e vërteta? Është një histori e cila ka tronditur opinionin publik, bëhet fjalë për një 54 vjeçar dhe një 44 vjeçar me origjinë shqiptare, i cili ka ekzekutuar bashkëshortin e të dashurës. Kryetari i viktima është rreth grek, kryetari i fshatit. Sipas dëshmisë, pasi u vë dorëzuar në polici nga autori, ka patur konflikte midis palëve, midis të dyve prej kohësh, dihej dhe ditën e ngjarjes ka patur një përplasje në kafenen e qytetit, më pas ndërkohë që ka shkuar për diku, pra kocidoi që rruga të kryqëzoi në një vend të caktuar, mendoi autori se i kishte ngritur prit në atë moment, e ka qelluar me armë. Ndërkohë ka paraprir një përplasje në kafenen e fshatit, ku fshati e dinte dhe pa alarmëroi pse mund të kishte një incident. Në atë moment autori ka shkuar në shtëpi, ka marrë armën për të qenë armatosën. Kur janë takuar rastësisht në vendin ku ndodhi krimi, ka menduar, sepse viktima sipas dëshmisë autorit i ka kërkuar llogari, kërkuar shpjegime dhe në atë moment ai ka menduar se i kishte ngritur prit dhe në atë moment e ka ekzekutuar me armë gjaku. Më pas ka shkuar në shtëpi, është mbyllur dhe ka telefonuar policinë dhe duke dëshmuar se unë jam autori i vrasjes. Një ngjarje e rëndë, gjithsesi do të zbardhet. Nuk ka lidhje me termin shqiptar grek, absolutisht është një ngjarje që faktikisht ndodh. Lajmet e thonë këtë dhe duke qenë se ne e dim se çfarë ndodh në Greqi, përpiqen ndoshta që edhe ta trumbetojnë dhe ti mëshojnë shumë fakti që ishin shtetas shqiptar. Po, nuk ka lidhje, ishte një tragedi familjare për shkak të raporteve intime, kemi një viktim që faktikisht nuk ndodhte, po ja që ndodhi.
Dhe do të kalojmë tek atëherë kur dukeshin se marrëdhëniet ishin stabilizuar pas gjithë tensioneve që u krijuan për shkak të çështjes Beleri, një tjetër tension për shkak të një interviste të kryeministrit Rama, i cili ka deklaruar se të duket vetja spasardës i Platonit dhe Aristotelit, por nuk je, dhe këto batuta të Ramës kanë bërë që të shpërthejnë mediat greke, madje ka reaguar edhe kryeministri i vendit Mitsotakis, duke thënë që unë e njoh shumë mirë kryeministrin e Shqipërisë, po era herës nxitohet edhe ndoshta e tejkalon, i shpëtojnë edhe të tilla shprehje që lëndojnë opinionin publik në Greqi. Unë nuk do të thosha ishte një tension, do të thosha që ishte një tërmet, jo 9 ballë, jo 12 ballë, po 120 ballë dhe një tërmet ballkanik, një tërmet i cili fatkeqësisht krijon stuhi në gotë ujë, edhe këtë rast shtetet greke treguan edhe një herë atë frikë, se kjo është çështje frike tashmë, nuk është as klikimi, është një frikë. Temi shqiptar apo shqiptarët, aq më tepër kryeministri Rama, me sa duket di shumë mirë të luajë me ndjenjë dhe me Greqinë dhe këtë radhë ka ndodhur. Unë nuk e di nëse është kështu, nuk e di nëse vërtet një deklaratë humori apo në të kontekst që Rama e di shumë mirë duke patur të shprehjet e specifike, por të ngrihet një shtretër në tërë me gjithë klasa politike, nga një anë kemi këtë vrerë, këtë mbllëf ndaj Shqipërisë duke lexuar çdo lloj marrëzie apo nga ana tjetër edhe deklarata e kryeministit që provokoi, por të ketë një kundërpërgjigje nga Greqia do të thotë që Ballkani mbetet Ballkan dhe se pa mund të kalojë nga guacka e tij. Edhe në këtë rast, edhe pse sigurisht unë nuk mund pajtohem asnjëherë me deklaratë tilla sepse ishte kryeministër dhe kjo është më së kuptueshme, një komunitet shumë herë me kujdesëm, por nga ana tjetër është e paimagjinueshme që një media e helmatosur ndaj shqiptarëve, ndaj temit shqiptar, të vazhdojë deri tani, në vitin 2025, kur bota tashmë fatmirësisht si historia dhe teknologjia edhe njerëzit kanë kaluar një tjetër stad, edhe pse bota shumë herë më trazuar, të ketë këtë sindrom kaq të theksuar ndaj shqiptarëve. Edhe nuk ka kemi të bëjmë një sulm të drejtë për drejtë ndaj shqiptarëve në këtë rast, duke ju referuar mediave. Ndaj shqiptarëve, edhe ajo që është më absurde është fakti që Fjorin e kemi edhe herë tjetër. Është habi që në Greqi kur nuk ka lajme, prodhojnë lajme për shqiptarët. Kemi me 10 artikuj të cilë për shqiptarët. Por këtë rast i dha ushqim deklarata e Ramës dhe u desh ndërhyrja e kryeministit të Greqisë që bëri edhe një herë një deklaratë shumë diplomatike, shumë të zgjuar, shumë të saktë, duke i trekur dhe vëmendjen kryeministit të Shqipërisë të kujdesshëm, edhe pse ai tha që unë njoh për vitesh kryeministin e Shqipërisë, e di që ai ka një shprehje të veçantë, ka një mënyrë të tij të komunikuarit, por gjithsesi në këtë rast ishte një e papërshtatshme dhe e pavend për kryesisht për Ballkanin dhe pra e kanë konsideruar si provokim duke ngjall edhe atë mllefin dhe urrëtitjen greke ndaj shqiptarëve. Unë, kur them mund të gjithë plagjë me Greqi, nuk kemi hasur analoge, kaq vrerë, kaq mbllëf, kaq fokus të një deklaratë një kryeministri në Greqi. Me përjashtim rastit të vitit 2014 kur zoti Rama ka dhënë një intervistë që konsideroi si delja e zezë apo si armiku më i madh i Greqisë, sepse ishte dorë Erdoganit, këtë radhë ka kaluar çdo lloj imagjini të pritshmëri. Pra, nuk e di, në mund të themi termin që është demokraci, sepse kur flasin mediat, imagjinoni çfarë kanë thënë kryetarët e partive të ekstrem mediat, të cilët nuk hezitojnë. Janë shprehur me termat më të rëndë që mund të ekzistojnë. Më të paimagjinueshme. Do të ketë pasoja, mendon, për komunitetin shqiptar? Jo, sepse ekziston një tjetër radhë parë, komuniteti shqiptar në Greqi është integruar, por gjithsesi, ai termi shqiptar the që i tremb të gjithë. Jo, më shumë ka të bëjë me kohezionin social që është krijuar ndaj shqiptarëve, pra një frymë negative, që shqiptarët identifikohen fatkeqësisht vetëm nga ana negative. Pra, vajtin 35 vjet në Greqi dhe nuk shikojnë një lajm pozitiv. Edhe ata artistë, edhe ata këngëtarë, edhe ata aktorë, të cilët shkëlqejnë në dramën greke, mundohen të fshehin ose edhe kur flasin që thonë ndonjëherë historinë e tyre, mediat mundohen të paraqisin me anë tyre. Po gjithsesi pavarësisht kësaj, fatmirësisht e kemi dhënë vërtet dhe riteksoj. Populli grek dhe populli shqiptar e ka kaluar politikën e vobekt, si të ftohtë dhe të pa kuptim të Athinës zyrtare, por dhe të tjera zyrtare që shpesh herë ngelin
në ngërë sepse nuk arrin dot të trajkin opinionin me vete. Thash, atë që e krijon gjithë Romu janë ekstremi djathtë në Greqi, forcat apo mediat të cilat janë ruajnë këto raste dhe krijojnë suhi në gotë ujë. Dhe do të kalojmë tek një tjetër lajm, ligji i ri për emigracionin bën që të zhbllokohen menjëherë rreth 90.000 leje qëndrimi, të cilat ishin në pritje. Sa i vërtetë është ky lajm? Faleminderit për pyetjen. Sa shumë faleminderit për pyetjen, shumë e rëndësishme të sqaruar sepse edhe këtu shikoni absurditetin që ndodh në Greqi. Prej ditësh ka gëlluar media greke kundra shqiptarëve dhe kundra Ramës, pra si njerëz që vinë nga jashtëzakonësor, janë nga kutiun e budallike tilla, ndjes për fjalorin, por nuk mund të përmbahen dot. Dhe e dyta, automatikisht për të përkëdhelur qeverinë apo ministrin e imigracionit, media kryesore proto theme kanë dalë me një artikull apo disa media tjera për të thënë që ja do shtiron 90.000 leje qëndrimi. Si qëndron në vërtetë? Duke qenë që unë jam njohës i fushë dhe merrem prej viteve këtu dhe kam në profilin tim të punës, e vërtetë është kjo, aktualisht Greqia është në rënje të lirë të emigrantëve. Emigrantët që praktisin Greqinë. Aktualisht janë të ligjshëm në Greqi 790.000 emigrantë dhe kjo e pohua dhe vërtuar si nga Ministri i Imigracionit nga vetë ministri. Aktualisht është përgatitur një projekt ligj i ri për ndryshime në kuadrin ligjor dhe kryesisht nga politika migratore, ku parashikohen që me ndryshimet që do vinë, disa kategori emigrantësh apo më tepër disa leje qëndrimi të cilat janë pezulluar dhe imagjinoni, nga 790.000 emigrantë të ligjshëm, rreth 400.000 leje qëndrimi janë pezull ose janë në proces rinovimi për vetë faktin se administrata greke nuk i rinovon ose sjell një lloj mori burokracisë dhe pengesash. Çdo thotë kjo, me ndryshimet e reja që të vinë, por kur të vinë të ndryshimet dhe kur të publikohen fluturën zyrtare dhe dalin qarkore përkatëse, atëherë ne mund të flasim për shifra konkrete, 90.000, 100.000 apo 150.000. Atë që dimë dhe mund ta them me opinion është fakti që presin votimin e ligjit në parlament dhe ndryshimi që do vinë është pohuar që kategori specifike siç janë prindërit e shtetave grek, pjesëta e familjeve grek, emigrantë të cilët janë rezidentë afatgjat në Greqi, apo ata emigrantë që kanë një punëtor, kanë një punëthënës të përhershëm apo i plotësojnë kritiket bazë, do të marrin lejen e qëndrimit shumë shpejt. Si do të ndodhi kjo? Që të sqarojmë për opinionin. Do të ndodhi për vetë faktin sepse edhe në këtë rast duhet të thënë Greqia po imbiton Shqipërinë. Pse po imbiton Shqipërinë? Duke krijuar Albania, të gjitha administrata shqyrton kërkesa nga gjithë territori i Shqipërisë. Të njëjtën gjë do bëj edhe Greqia, që do të thotë një administratë e decentralizuar kryesisht Departamenti i Imigracionit, Patra apo Selanikë apo komuniteti një zonë periferike e cila nuk ka ngarkesë pune dhe Athina ka mbi ngarkesë pune, do të bëhet një ndarje e aplikimeve. Duke bërë ndarje aplikime automatikisht kjo do të lehtësojë procedurat. Nga ana tjetër është premtuar të pakën parimisht dhe është shprehur nga ministri që shumë kritere të cilat pengojnë dhënien dhe renovimin e lejes së qëndrimit në kohë shumë të shpejt do të tërhiqen sepse çfarë ndodh? Aktualisht në flasin janë me qindra, ndoshta me mijëra leje qëndrimi të pezulluara ose të revokuara për faktin se një imigrant është dënuar për shkak të një shkelje të kodit qarkullim drogor, ka marrë një masë administrative para 10-15 vjetësh dhe gjykatat nuk i kanë të digitalizuara këto vendime, por i kanë në arshiv dhe është pa mundur për të rregull vendimin. Ndërkohë që afati kohor është 2 muaj, nuk arrin dot të kthejë përgjigje dhe drejtoria e digitalizuar e Departamentit të Imigracionit ja u revokon lejen e qëndrimit automatik mbrapa. Dhe kjo është një problem shumë i madh. Dhe për këtë Ministria e Imigracionit ka bërë një kërkesë dhe ne si diasporë kemi kërkuar të rishikohet kjo çështje. Të jetë mundësia që këta emigrantë që ishin të ligjshëm në Greqi ta rimarrin lejen e qëndrimit. Pra, kjo është e vërtetë dhe nuk ka lidhje me 90.000 shifrën 90.000 që ka rrollë në rrjetet sociale. Dhe bëm mirë që e sqaruam edhe këtë situatë, ndërkohë që do doja të flisim rreth tensioneve në Greqi. Dihet që protesta e fermerëve tashmë ka marrë edhe një ehonë ndërkombëtare. Në çpik jemi? Ditën e sotme ka patur një tërheqje nga lidhur nga vetëdijshmëria e qeverisë, më tepër duke patur një tentativë prej tyre dhe filluar një takim me një përfaqësi fermerësh, të cilët ishin fermerë të ndryshëm, por që nuk kishin lidhje ose më saktë vetëm një përqindje shumë e vogël prej tyre vinte nga bllokat e këndua apo nga fermerë të organizuar. U desh një takim i dytë ditën e sotme, në orën 5 mbasdite do të ketë një takim me kryeministin dhe është një përfaqësi prej 30 fermerësh. 25 prej tyre janë bujq dhe 5 prej tyre janë përfaqësues të blegtorëve.
ku do diskutohet gjithçka. Gjithçka është e hapur, asgjë nuk është definitive. Nga ana e saj qeveria ka premtuar që nuk do ketë ndryshime dhe lëshime sepse është e pamundur ekonomikisht dhe buxheti nuk e përbalon dot. Nga ana tjetër fermerët janë të vendosur të shkojnë deri në fund me gjithmonë me premisin që të ketë një dakordësim dy palë, që do të thotë qeveria të tërhiqet dhe të jetë të mundsoj dhe duke plotësuar disa kërkesa bazike e fermerëve, dhe nga ana tjetër fermerët kërkojnë që më në fund qeveria ti plotësoj disa kritere të paktën duke arritur minimumin e kritereve që i plotëson çdo qeveria në lokë të Bashkimit Evropian. Dhe nga kjo situatë do të kalojmë tek marrëdhëniet ndërkombëtare. Unë do doja të dija se cili është qëndrimi i Greqisë në lidhje me deklaratat e Donald Trump për Groenlandën, cili është mendimi për Venezuelën, ndonse ne e dim deklaratën e Mitsotakis atë të parën që e mbështeste arrestimin e Maduros, ndërkohë që situata bëhet tejet e komplikuar përderisa për Groenlandën janë përfshirë edhe shumë vende të Bashkimit Evropian. Lidhur me faktin e arrestimit të Maduros nga Amerika, pati një deklaratë në Mitsotakis, më pas kjo deklaratë u korrigjua apo përmirësua duke pohuar nga qarke pranë kryeministit të konfirmuar që kryeministi i Greqisë nuk ishte njohurit e mjaftueshme dhe për këtë ai bëri deklaratë. Pra ka një qetësi dhe ka një mbështetje të themi në aparencë lidhur me veprimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk ka komente në këtë, sepse gjalli shumë reagime, shumë debate aq më tepër e solli dhe qeveria dhe kryeministi një pozitë shumë të vështirë për vetë faktin se ka Kipron, një vend kur Kipro vjerë është pushtuar nga Turqia dhe është një problem shumë serioz për mos krijuar precedent. Nga ana tjetër lidhur me Grenlandën ka një heshtje nga Athina zyrtare, vetëm deklaratat politike të cilat vijnë nga figura që nuk ka ndikim, janë thjesht politike dhe jo diplomatike, dhe për këtë ka një heshtje të madhe, një kujdes nga Athina zyrtare, edhe pse ditët e fundit ka një deklarim dhe ka një ndisi, një trekje vëmendjem ta themi apo më saktë një kërkesë nga politikan grek për një ofensiv të diplomacisë greke, për vetë faktin se kjo vjen në përputhje me kërkesat e kahershme të diplomacisë greke, kaqësi homologëve europian për faktin e sigurisë dhe për unitetin që ka nevojë Evropa aq më tepër për problemet që ka Greqia me Turqinë, dhe Grenlanda vjen në të pikë dhe i shkon përshtat të gjitha kërkesave dhe pretendimin që ka pas Greqia këto dekada ndaj Bashkimit Evropian. Edmond, të falenderoj shumë për lidhjen dhe për të gjitha informacionet që ndave me ne në këtë fillim jave. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Ditë të mbarë, ndërkohë që do të kalojmë tek lajmi i fundit. Drejtori i komanduar vetëm pak ditë më parë i EPV-s Durrës, Edmond Llabani, ka pësuar hemoragji cerebrale mëngjesin e sotëm dhe ndodhet i shtruar në QSUT. Edmond Llabani u komandua vetëm pak ditë më parë drejtor i burgut të Durrësit pas shkarkimit të Indrit Cerlojit. Ky u fundit është shkarkuar nga detyra pas arratisjes të paraburgosurit Altin Ndoci. Lajmi është në përditësim, do t'jemi në lidhje me gazetarët tanë për të mësuar rreth gjendjes shëndetësore të drejtorit të komanduar të IEPV Durrësit, Edmond Llabani. Do të kalojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak. Do të flasim në këtë momente për zhvillimet në botë. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte nga Rusia kolegun Misha Pumo. Misha, mirëmëngjes, mirë se vjen në Breaking. Mirëmëngjes, Fiori, mirë se u gjej. Kënaqësi, bashkë me ne do të jetë edhe ish ambasadori Lutfi Bilali, me të cilin kemi pasur takime të shpeshta ditët e fundit për shkak të zhvillimeve që hera e herës kanë shkaktuar reagime vërtet të forta. Mirëmëngjes, zoti Bilali, javë të mbarë. Faleminderit. Do të nisim pikërisht me Rusin. Përveç temperaturave teje të ftohta dhe tmerrit që po përjeton për shkak të kushteve atmosferike, Rusia duket se po izolohet dita ditës, të paktën kështu raportojnë mediat ndërkombëtare. Flitet për një plan që po dobëson në çdo moment rusët, duke i hequr në një anë Sirinë, e më pas Iranin, e të tjerë aleat, Venezuelën e kështu me radhë. Çfarë po ndodh realisht dhe si komentohen të gjitha këto zhvillime në Rusi, Misha? Në Rusi kjo komentohet si një pllak gramofoni i vjetër e gërvishur që përsërit pa atë avaz. Rusia, do me thënë, po shkon drejt pikësynimit të vetë, drejt, do me thënë, marrjes së Donbasit çdo ditë gjithnjë më shumë territore të reja.
të paktën kështu njoftohet. Tashmë një qytet kyç siç është Slaviansk, qyteti më i madh që ka mbetur në zonën e Donetskut pa u marrë nga rusët, është tashmë 30 kilometra nga linja e frontit, edhe një qytet tjetër i rëndësishëm strategjikisht, Krasni Liman, flitet që është 15 kilometra afër frontit. Pra ka lëvizur. Nga ana tjetër ka pasur domethënë goditje dhe kundërgoditje me drone, domethënë nga të dyja palët në sistemin energjetik. Domethënë në Rusi ka pasur mbi 90 ca flitet, raportohet të paktën që mbi 90 e kusur drone janë rrëzuar brenda natës. Pra pavarësisht se diku nuk ka drita, ujë apo ngrohtësi, dronët ata i dërgojnë me orar. Kjo është situata domethënë në front. Për sa i përket situatës ndërkombëtare të tensionuar, do thoja, një nga problemet ndoshta të Rusisë në këtë moment është transporti i naftës dhe ajo është e quajtur domethënë flota e hijeve, domethënë e fshehtë, e anijeve që transportojnë naftën ruse dhe pritet që në të ardhmen e afër tashmë anijet luftarake ruse do të fillojnë të shoqërojnë një pjesë të anijeve të kësaj flote. Nga ana tjetër, sigurisht që një tension i mëtejshëm, pasi këtu janë mobilizuar përveç Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, domethënë, por nga ana tjetër duhet parë që problemi siç del qartë në arenën ndërkombëtare nuk është aq i madh për Rusinë sa është për Bashkimin Evropian. Dhe në Rusi sigurisht që fokusohen në këtë drejtim, megjithse domethënë shumë pali ka habitur qëndrimi i Rusisë ndaj Groenlandës, ku ajo ka deklaruar zyrtarisht që është kundër domethënë aneksimit të njëanshëm të një territori kaq të madh si Groenlandi, ishte më të madh në botë, në mënyrë arbitrare nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe duke marrë parasysh këtë deklaratë nga ana e Rusisë, kuptojmë në një farë mënyre që më e vështirë për Trump është të përballojë kundërshtinë e rusëve se sa kundërshtinë e Bashkimit Evropian. Apo jo, zoti Bilalli? Po sigurisht. Po. Ta dëgjojmë dhe zotin Bilalli. Jo, le të vazhdo misa se informatat fresë. Okej, po, leta vjoj. Po, mendoj, e nise jashtëzakonisht me një pyetje interesante emisionin. Mendoj në këto momente Rusia pak a shumë është, mund të them, merr frymë ma lehtë ta quaj. Nga se kem disa probleme në gjeopolitikën botërore apo disa aksione të cilat amerikanët që nga Grenlanda, po ashtu dhe me atë planin për goditjen e Iranit, pastaj konfrontimin me Bashkimin Evropian, më duket që është një lehtësim, marrje frymë ma lehtë. Edhe pse mendoj që evropianët kanë dhënë sinjale më tani për një qasje më ndryshe ndaj Rusisë, ke deklaratat edhe të kancelarit që deri dje Rus ose Kremlini e quaj ke vazhdimësi e nazizmit, Mersin, por më duket që në Stuttgartën e fjalim të tij ka treguar qartë që me Rusinë dëshirojnë ta kenë një raport që ka të bëjë me çështjet e sigurisë dhe asaj që njihet stabilitetit të Evropës. Mendoj bile historikisht tregon që e kanë fshirë të mirë, është pjesë kontinentale e Evropës dhe shumë gjëra të tjera me të cilat jep sinjale, nga se më duket që është jashtëzakonisht serioze raportet që kanë të bëjnë Unioni Evropian SBA. Dhe mendoj që në këtë drejtim Rusia ka luajtur për këto momente, ka një pozicion më të marrë pak frymë ma lehtë. Mirë po në sa i përket Ukrainës, operacionet ruse vazhdojnë me një strategji, apo më thëmë me një taktik që kërkohet në doktrinën ushtarake një hap i vogël, po strategjikisht shumë domethënës, sidomos sa i përket asaj që ka të bëjë me pjesën lindore të Ukrainës. Dhe për momentin mendoj se qasja ruse, bile mendoj që rreth Iranit përpos faktorëve tjerë, qoftë vendeve të Gjirit dhe Turqisë, duket të një prononcim më hershëm kur kanë ndodhur protesta në Iran me 28 dhjetor
Ata që kanë njohatur mirë situatën e kanë ditë që regjimin e Iranit vjen vetëm nëse ka vizë kineze dhe ruse. Përndryshe është parë që ka qenë një rreziku, një ide riskante, e cila mendoj që ando është e nxehtë. Misha, në lidhje me qëndrimin në Rusë ndaj të tjerave zhvillimeve, sidomos në Iran. Në Iran është një katrahur e vërtet, pavarësisht se lajmet janë të cunguara, bëhet fjalë për mijëra të vrarë tashmë, duket që nuk ka gjasa që regjimi aktual të bjerë, dje është dënuar me vdekje edhe i riu 26 vjeçar që konsiderohet si simbol i këtyre protestave. Po, me se kam dëgjuar unë, ata e kanë përgënjeshtruar shtyp, domethënë në Iran për këtë, domethënë dënimin e vdekje. Lajmet në mediat ndërkombëtare e konfirmojnë këtë. Po e kanë anulluar pastaj domethënë këtë lajm, por nuk e di se sa është e vërtetë, sepse sigurisht që regjimi i Ayatollahëve deklaron atë që i intereson të deklarojë. Patjetër. Nga ana tjetër, flitet që ka pasur një ndërmjetësi të Rusisë për sa i përket, le të themi, për momentin të një akti të mos goditjes, si nga njëra palë, kur flas për njërën palë, flas për Iranin, dhe nga ana tjetër Izraeli. Dhe presidenti rus Putin ka folur në lidhje me telefonike me presidentin iranian, gjithashtu edhe me Netanyahun. Dhe më pas kanë transmetuar, domethënë, në dëshirën që mos të fillojnë këtë luftë për moment. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës flitet që me kërkesën e Netanyahut nuk e kanë sulmuar si përfundim Iranin. Gjë që do të përshkallëzonte akoma më keq situatën ndoshta humanitare. Por kanë thënë që situata është momentale. Sigurisht është momentale, por tensionet janë të larta. Edhe pastaj fundit, domethënë, siç deklarojnë këtu, domethënë nuk diskutohet domethënë se sa ka të drejtë apo s'ka të drejtë regjimi i Ayatollahëve, por është e drejta e popullit iranian të zgjedhë dhe të vendosi fatet e pushtetit që ka atje. Po jo nga jashtë, domethënë, në këtë paktën kështu deklarojnë. Nga ana tjetër kuptohet që ai regjimi ka duart, këmbët edhe gjithë kokën e gjitha në gjak, dhe sigurisht që viktimat janë të jashtëzakonshme me flitet për mira vetë, edhe këtu në Rusi e njëjta gjë, fitësin në perëndim, të njëjtat lajme janë. Prandaj kuptohet që situata është e rëndë, po me sa duket ka të ngjarë që ata e kanë shtypur revoltën tashmë, dhe biles kanë dëshkuar dhe opozitën në një mënyrë, le të themi, djallëzore dhe origjinale, do thoja, pasi për shembull ata që kanë përdorur Starlink, domethënë ata janë ata që kanë pasur lidhje me jashtë dhe kanë kontrolluar thjesht telefonat me një përgjues të thjesht primitiv, dhe kush janë ato aparate që edhe janë neutralizuar internet, jo lëshonin val, domethënë për marrje, dhe ata i kapnin domethënë brenda 5 metrash, domethënë i kapshin, se ky ishte një informacion interesant, që si i kapnin domethënë opozicionerët në mes të turmës, me saksi 5 metra, domethënë atje me një recivitor të thjesht, ndoshta kineza apo diun. Edhe i kapën, domethënë kanë kapur shumë veta në mënyrë të tillë dhe i kanë plasur në përburgje sigurisht. Situata humanitare është e rëndë. Por nga ana tjetër, për momentin, domethënë nuk ka më, le të themi, djegje kisha, më falni, xhamish dhe revoltë sikur është ngadalësuar, por mund të shpërthej përsëri, por sigurisht që regjimi do marrë masa dhe ai që të mos lejoj ikjen nga pushteti. Nga ana tjetër, ka pasur një mbështetje rreth e rrotull nga fqinjët e Iranit, pavarësisht se ata jo të gjithë janë. Kjo është çudia e madhe. Pra fqinjët e Iranit nuk e duan rënien e këtij regjimi. Nuk u intereson. Sepse Irani është shumë kombës si territor, dhe po të shpërbohet Irani, mund të ketë probleme, ngrihet problemi kurd, ngrihet problemi Azerbajxhan. Dhe mund të kemi ndryshim të hartës në lindjen e mesme? Mund të ketë ndryshim të hartës nëse ndodh kjo? Sigurisht që mund të ketë një tërmet të jashtëzakonshëm edhe geopolitike dhe demografike, të gjithë mund të ketë probleme, për shembull. Dhe në Siri, për shembull, janë aktivizuar forcat e regjimit që është tashmë në pushtet, duke goditur forcat kurde. Dhe aty po bëhet një kasapkhan gjithashtu. Dhe pse tashti është mobilizuar kjo gjë, sepse ata duan që kurdët të shtyhen jashtë Sirisë dhe të futen si faktor, le të themi,
për shkallëzimi në Iran, sepse ata kanë gjithashtu vëllezërit e tyre që jetojnë në Iran dhe kjo mund të jetë një faktor destabilizues më tepër. Kjo mund të jetë edhe i shtyrë nga Izraeli. Zoti Bilali? Ka drejt Misho, nacionalizmi pers më duket se është më i rrezikshëm për vendet e gjirit, sidomos për botën sunite dhe Turqinë, realisht, dhe nuk prish punë për ta një koekzistencë e tyre me një regjim teokratik. Mendoj, polarizim, fragmentimi i Iranit, duket dikun 55-60% popullat perse, dhe zakonisht parashihet është ai plani qarkullim të harta të ndryshme që mundohet Irani në 7 mini-shtete, dhe kjo ka qenë me duket qëllimi i parë, arritja, duhet pajtohemi këtë, mendoj që edhe mediat perëndimore dhe analizat flasin që rebelimi në Iran ka dështuar. Edhe pse shumë njerëz, sidomos në botën tonë shqiptare, kanë qenë, më thëmë drejtën, shumë nga ajo të shku prapat fortit, kanë menduar që është çështje kryere. Mendoj, kjo zë i cili... Pra nuk është aq e thjeshtë të rrëzosh këtë regjim që duket se ka baza të jetë forta. Edhe sikur të largohet Khamenei, edhe sikur të ndahet nga jeta për shkak të moshës, sërish regjimi është i pacënueshëm. Shef, Irani, strukturat shtetërore në Iran kanë, mund të them, janë, mos ta quaj me terme se i bie sikur t'i lavdrojmë, nuk është muhabeti këtu. Të jetë organizuara, sidomos garda revolucionare. Dhe mendoj po, dikon 1.7 milion forcat sigurisë, duke përfshirë ushtrinë, se dualiteti i dy mund të formacioneve ushtarake, ajo legale që është Ministria e Mbrojtjes dhe Ushtria Armata Iraniane dhe kuptohet të garda revolucionare islamike e Iranit, e cila realisht çdo inovacion është në duart e saj. Mendoj që pastaj mos harrojmë potenciali edhe elektronika e Iranit, dalimi Starlinkut ka treguar, mund të jetë. Me sa ditë para 2 javësh nga Minski kanë udhëtuar 5 Ilushin 76. Dhe nuk dihet çfarë teknologjie kanë sjellur në Teheran. Mendoj por kinezët që të cilët mund të them 2/3 e furnizimit të tyre me naftë marrin nga Irani. Irani është fuqia e tretë pas Venezuelës, Arabisë Saudite me burimet e naftës. Por mendoj që edhe për vendet fqinja, sidomos Turqia, ka kooperuar bukur shumë, dhe mendoj që Uj Kujkuç, Hakan Fidani ka luajtur një rol në tavolinë. Kjo figurë është jashtëzakonisht figurë e cila do jetë trashëgimtare. Pam edhe rolin e tij në bordin e ekzekutiv të paqes, kështu që normalisht është një figurë. Jo, ai bordi i paqes, bordi ekzekutiv dhe... Jo, fakti që është zgjedhur ministri i jashtëm dhe nuk është presidenti i vendit, mund të jetë edhe çështje zgjedhje nga ana e Erdogan, do ta diskutojmë edhe këtë. E kam si figurë pra. Sigurisht. Mendoj, Misha tha shumë e venë, në Siri me duket që është e çuditshme ndryshimi një situate me kurd, të cilët në një aspekt me ideologjinë e tyre, nacionalizmin e kanë ma tepër në formës ateiste se sa fetare. Në Irak është ma ndryshe, janë ma fetar kurdët e Irakut. Dhe në këtë drejtim mendoj që kemi një polarizim të tillë, e cila ndoshta me qëllim për të futur, ata do të tentojnë forcat perëndimore, sidomos amerikane, do të tentojnë dhe Izraeli që përmes kolonës së 5 të deportojnë në Iran. A do ja arrin është i pikpyetje e madhe. Besoj që Pahlavi gabimin e ka bërë këto. Historiet e tij dhe filmat e tij që kanë dërguar në raport me Izraelin, besoj që në popullatën e Iranit çdo qoftë, edhe ato azero-turke, po dhe Turkmenistan atë në pjesën jugore, që tash janë disa shtete, pastaj pjesa me Pakistanin, nuk janë fort, mund të them, të kënaqur me atë çka pretendon Pahlavi. Unë komendu që është një pion i shqiptarëve, por më duket që një herë ka ti kishte qenë ajo, mund të them, favëzia motra e mbretit Faruk. Por sidoqoftë, mendoj që Pahlavi për momentin nuk do ta shijoj atë që ka menduar. Qartë, dhe të kalojmë pak tek një çështje tejet delikate, përmendëm pak më parë, kam fjalën për çështjen e Groenlandës. Trump është shprehur me nota tejet kritike, duke thënë se unë e kam paralajmëruar Danimarkën edhe NATO gjithashtu që mos ta përfshi Rusinë në këtë situatë, siç e përmendi edhe Misha pak më parë, Rusia është, le të themi, kundër kërcënimit që po i bëhet këtij ishulli. Misha, i kam thënë Danimarkës të largojë kërcënimin rus nga Groenlanda.
por nuk është bindur. Sigurisht që do thot diçka për të justifikuar, domethënë se edhe ajo Maria Zakharova, përfaqësuesja e Ministrisë së Jashtme ruse, deklaroi që as Kina, as Rusia asnjëherë s'ka bërë vaki që të kenë shfaqur të paktën një lloj fare interesi për Grenlandën, pra nuk është e vërtetë, deklarojnë ata. Nga ana tjetër, presidenti Trump deklaroi, me që juve nuk më keni dhënë, domethënë çmimin Nobel për paqe, nuk është e thënë që unë gjithmonë do merrem me paqe. Prandaj mund të marr Grenlandën, tha. Dje e deklaroi këtë gjë, apo sot, nuk e di, domethënë, po ishte freskët fare. Nga ana tjetër, duke parë këtë reagim të vakët dhe të frikshëm edhe frikatsak të Europës ndaj dhe çfarë mund të bëjë Europa është e qartë, nuk do bëj luftë me Amerikën, kjo është normale. Po kur Britania e Madhe dërgon një 007, kë dërgoi atje? Mr. Bean dërgoi në Grenland, një person dërgoi të vetëm, apo gjermanët që dërguan 13 vete pastaj kthyen mbrapsht që mos merrnin saksione nga Amerika. Nuk janë serioz as dhe konsekuente edhe kur deklarojnë që do shprehin rezistencë. Prandaj Trumpi është i vetëdosur, flitet që nuk besoj që do ketë luftë mes Europës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk ka mundësi, nuk kanë shanse europianët, por kjo varet, do ta marrë Grenlandën në Trumpi, varet vetëm nga se sa do të lejoj establishmenti amerikan dhe populli amerikan Trumpin të bëjë këtë gjë, sepse nga pyetjet domethënë dhe anketimet e ndryshme, mbi 60-70% janë kundra kësaj, domethënë këtij hapi të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të administratës së Trumpit. Është i vetmi faktor që mund ta ndalë Trumpin është opinioni i brendshëm publik. Zoti Bilali, ju si e shihni këtë situatë, sepse është vërtet delikate, e ndërlikuar. Duket se ka, le të themi, disa vende të NATO-s që po bëhen bashkë kundër kontribuesit më të madh në NATO, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po duket Trump dëshiron të hynë në Grenland që i çojë alarm Kanadës që dhe te nuk e ke larg. Mendoj që është një sinjal i cili tregon që komplet këtë hemisferë. Pra shënjestra e radhës mund të jetë Kanadaja? Kanada, është një udhë tash, se tham, një zigzagte që të rënton që treni Trumpit stacionin e fundit ta ketë Kanadën. Mendoj që vizita e kryeministit Kanadës te Xi Jinpingu, presidenti kinez, dhe 49.000 auto elektrike që importon Kanada me një tarifë doganore 6.1%. Po të është jashtëzakonisht ka pas reagime nga zyrtarët amerikanë, dhe kjo më duket që është një shenjë alarmi që përgatitet pas Grenlandës shteti i arshëm i Amerikës të jetë Kanada. Por te Grenlanda mendoj që prishen shumë raporte sa i përket edhe aleancës, dhe më duket nuk ka qenë rastishme ai hezitimi i Trumpit në mandatin e parë, që ka pas hezitim për të ardhmen e NATO-s. Dhe mendoj që në këtë aspekt evropianët gjenden në një pozitë jashtëzakonisht të tirë, meqense është pjesë e mbretërisë, administratë autonome e mbretërisë të Danimarkës. Mendoj që evropianët gjenden mes asaj që a do kenë një këndvështrim tjetër rreth Rusisë dhe Kinës, që besoj që do kemi ngjarje të cilat do jenë të habishme. Aleancat e tilla kanë përfunduar. Është e çuditshme, civilizimi perëndimor gjendet para një udhëheqje të madh. Por Grenlanda është hapi i parë i cili ka të bëjë kryesisht, jo ndoshta vetëm në aspektin gjeostrategjik, por ka minerale. Trumpi e thot hapta. Është presidenti vetëm që gjanat i thot troç. Ne mund ta duket që është Dhe duket se Rusia po e shfrytëzon gjithë këtë moment. Po deri diku Rusia është e kënaqur me atë që çfarë në Trumpit dhe për sa i përket Trumpit. Vendeve të tjera po. Ladi nuk tha asnjë gjë për Venezuelën për shembull. Ladi, Kështu që kanë qenë të kujdesshëm. Mendoj që sidomos rreth Venezuelës u pa qartë. Duket që ka qenë edhe pse interesat ruse, ata 2 miliard në furnizim me armatim, ka mendoj ndoshta edhe një situatë ku njerëz gabojnë që mbrojtja kundërajrore ose furnizimi i armatimi rus ka qenë kryesisht i sistemi S-300 dhe buku pancernishi deri diku më duket. Por ajo është histori me të cilën duket Putini në një farë mënyrë nuk përmend Gjokundi, nuk përmend Venezuelën ose Maduro, por besoj në opinion nuk e di, kinezët kanë marrë disa masa që janë nga SWIFT, sistemi bankar, pastaj masa tjera që kanë bëjnë me sistemi portuale, kanë ftuar në urgjencë pra në 120 minutë, 2 orë ka qenë takimi i
Partisë Komuniste Kineze dhe aparatit shtetëror, ku janë marrë, më duket janë 16 masa. Nuk e di në opinion, nuk janë publikuar shumë, kush ka mundur ta ketë në informacion kështu, por nuk ka nejtë të fjetur kinez me rastin e Venezuelës. Dhe mendoj që Amerikanët e din fare mirë që shkëputja kinezëve, dhe ajo është që thash më herët, bashkëpunimi me Kanadën, edhe pse në vitin 2017 kanë pasur një raport që të mirë, një arrestim të një biznismeni kinez, pastaj arrestimet e kinezëve ndaj Kanadës, por raportet tash janë relaksuar, besoj që do jep një situatë për amerikanët. Ajo që ndodh sot në aspektin, më thëmë, të gjeoekonomisë botërore, në raport është Kina. Sa i përket asaj ushtarake me Rusët, do kena ndëpunë, por ndoshta edhe janë kooperus që nga lasa. Të shohim se çfarë do të ndodhë. Unë ju falenderoj shumë për prezencën dhe për gjitha opinionet që ndatë me ne. Faleminderit Misha, faleminderit zoti Bilalli, ju uroj një javë të mbarë. Ndërkohë që drejtori i komanduar i IEPV-s Durrës, Edmond Labani, ka pësuar hemoragji cerebrale mëngjesin e sotëm dhe ndodhet i shtruar në QSOT. Nuk dihet shumë rreth gjendjes së tij shëndetësore aktuale, sepse lajmi është në përditësim. Edmond Labani u komandua vetëm pak ditë më parë drejtori i IEPV Durrës pas shkarkimit të Indrit Serlojit. Ky i fundit u shkarkua nga detyra pas arratisjes së të paraburgosurit Altin Ndoci. Lajmin do ta kemi në përditësim dhe me siguri gazetarët tanë do të na informojnë në lidhje me gjendjen shëndetësore të Edmond Labani, drejtorit të komanduar të IEPV Durrës. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.